Profesori britanik James Pettifer, ekspert për Ballkanin dhe autor i librit Grekët, tregon një pjesë të historisë lidhur me popullsinë e ishullit Salamis pranë Athinës dhe marrëdhëniet historike midis grekëve dhe shqiptarëve, duke i rrëfyer ngjarjet në mënyrë historike dhe jo statistike të ftohtë. Ai tregon se sipas një burimi enciklopedik britanik të vitit 1906, popullsia e ishullit atëherë ishte rreth 6.000 banor, dhe nga ata vetëm 90 ishin grek, ndërsa pjesa tjetër identifikohej si shqiptar. Këta shqiptar nuk ishin thjesht refugjat apo punëtorë sezonal, por banorë të vendosur dhe të integruar në jetën e ishullit, ndërkohë që grekët ishin kryesisht pjesë e garnizonit osman dhe administratës në kohën e perandorisë osmane. Pettifer përdor këtë shembull për të treguar se identitetet dhe përkatësitë etnike në rajonin e sotëm të Greqisë dhe Shqipërisë kanë pasur një histori komplekse dhe shpesh jo lineare, duke sfiduar stereotipat gjeografike politik që i shohin grekët dhe shqiptarët thjesht si dy popull krejtësisht të ndarë dhe të njëjtë prej kohësh. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.